qaj rreth që për ta e ke prish ferin, e ke prish moralin, e ke prish familjen, e ke prish raportin me Allahun xhelle wala, tash ku janë? Tash ku janë? Zakonisht, shkaktarët kryesor që njeri nuk është në besimin e duhur, nuk është në udhën e duhur, nuk është në adhurimet e duhura. Zakonisht njeriu që jep pas mëkateve, zakonisht prej faktore kryesor është rrethi i tij. Rrethi i tij. E gjen rrethi, familja, shoqëria, fqinësia, shkolla, rrethi që për ta ke prish raportin me Allahun te bareke ve teala. Ne kemi raste shumëta që ka nga motrat tona, nga bija tona, të cilat se kanë problem me umbulu, ama rrethi, tani së ndalë me shoqe, tani së shkoj këtu, rrethi, se ka problem me u falë veç vetë me pakon, veç vetë, me fut me një vend dikun, me jam shqel derën, veç vetë me rru, e ja ty falet, si tja qeq derën, me netë të tjerë s'falet atë, rrethi, apo, e qaj rreth që për ta e ke prish ferin, e ke prish moralin, e ke prish familjen, e ke prish raportin me Allahun xhelle wala, tash ku janë? Tash ku janë? Ikin, secili ik. Dhe kjo është të vëzër thirrje për ndërgjegjësim, që ata që për shkak të tyre Allahun po i dhënon kanë me ikë piteje. Kush s'ka çka t'jep? Nefsi.